Dhe 7 antarë të vendit janë në sallë, atëherë mundemi me punuar. Para se të fillojmë punën, nderuar antarë të vendit të përshëndesim zgjedhësve, përshëndes kryetarin dhe stafin e kryetarit, përfaqësues të Ministrisë Pushtetit Lokal, përfaqësues të mediave, përfaqësues të forit, nëse janë ata zakonisht i përcjellën në media, dhe përfaqësues të ONG-ve të ndryshme të cilat gjenden sot në sallën e Kuvendit bashkë me ne për të filluar mbledhjen e parë të Kuvendit Komunës. Para se të fillojë ndërrjenin e ditës, ju njoftoj se nga anët e BDK-s kërkojmë Krasnisi ka dhënë ndërhecje për shkak të shkunjes në detyrë me re, në atë ku ka qenë, po nuk ka drejt mund tjetë antarë të vendit. Në vend i dëmon është zëvendësuar Shërqet Sulejmani, antar i Lidhjes Demokratike, e kisha lënë Shërqet Sulejmani që para josh këto të jep betimin. Për nëni, zoti Shërqet. Bazuar në menin 355 të ligjit për vendosje lokale, në gjithë antarët e Kuvendit dhe qeverisje lokale, dhe gjithë antarët e Kuvendit unë shqiptuar të nënshruajnë të timin së lem që në vijë prandaj unë e bëjtë. Unë, Shërqet Sulejmani, betohem, ose deklaroj solenisht se do t'i kryej me ndërën të besnikri pa anime e në ndërgjeshë dhe si pas ligjit të tyre dhe do t'i shtroj autorizimet e mia si antari Kuvendit të Komunës së Prishtinës në mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Ju faleminderit, kjo është betimi jemi dytë, që edhe në mbledhjen e kalume kam për betim kjo mbledhja do të thotë se duhet edhe tashmë ka dy herë paraqitet me kërkesën e vrejti me shtetina apo Zotë Sulejmani, faleminderit shumë. Konstatoj se Shërqet Sulejmani është antar i Kuvendit Komunal nga rodhat e LDK-s. Ajo që ata për herën e dytë me vërtet ashtu jenë, por nuk kemi qenë pranë shëndzirë, kështu që ma më vendja ma mirë është para qëtë dhe kimi letetim qëtë që prej sot Shërqet Sulejmani është antar i Kuvendit Komunal të Prishtinës. Rënin e ditës e keni marrë me kohë, që e keni lexuar, keni materialet, sigurisht keni marrë, keni qenë në formë elektronike,
Kështu që forum ka, gjithse jemi 39 antarë të kuverit, kështu që mund të punojnë pa pengesa, pa probleme. Unë, si masë radhës, do t'i lexoj pikat e renditës edhe kërkojnë nga ju aprovimin e renditës. Në e kemi miratimin e ekstrakteve të proces verbale të nerës 7-8-9 Kuvenit Komunës të Prishtinës. Në 2, propozim vendimi për miratimin e planit për vendosjen e çorsheve në Komunën e Prishtinës. Në 3, propozim vendimi për dhomën e pronës palyqme të Komunës të shëndetëma bashkëpunëve për çorshe në lokacione sipas planit për vendosjen e tyre. Në 4, shërbimi i raportit të zyrës auditorit përgjithshëm për vitin 2015. 5. Shërbimi i raportit vjetor buxhetor për vitin 2016. 6. Caktimi i anëtarit të Komisionit Komunal të Aksionarëve në NPL Hortikultura, NPK Trafiku Urban dhe KRM Pastrimi. 7. Propozim vendimi për miratimin e planit të punës të Kuvenit për vitin 2017. 8. Propozim vendimi për këmbimin e pronës së palyqme në pronësitë e komunës me pronë e palyqme në pronësitë e personave fizik. 9. Pyetje dhe përgjigje dhe të ndryshme. A ka dikush lidhur me rendin e ditës? Por shoh agimin edhe të qendronin. Faleminderit, Jesus. Ndërruar të pranishëm, në duket që nga e tretë e rendit të mbledhjes duhet të riformulohet në qoftë se nuk e kam gabim. Edhe në Komitet për Politikë e Financa e kemi dhënë këtë vresë dhe do kishte më drejt të thirrni propozim vendimi për caktimin e lokacioneve për dhënien e pronës së palyqme të komunës në shfrytëzim afat shkurtër për çorsje, pastaj mund të themi sipas planit për vendosjen e tyre. Në caktimi i lokacioneve për secilin çorsh veç e veç. Sepse këtu po thot propozim për dhënien e pronës. Pronës mund ta jep pa caktuar lokacionin. E cakton lokacionin dhëni kosisht ta jep pronën. Faleminderit. Faleminderit. Qendroni. Faleminderit. Jesus, të ndëruar mësafer, të ndëruar këshilltar të Kuvenit Komunal, të ndëruar ekzekutivi, të ndëruar kryetari i komunës. Unë i kam vetëm dy çështje, e para është po duhet të shpreh të gjithë se propozimi ka qenë që këtu të ndohen në dy mbledhje, mbledhja e radhës të bëhet me datën 3, nuk e kuptoj pse nuk është thirrë deri tash. Edhe propozimi tjetër ka qenë që disa pika që janë të gjata, si për shembull raporti i zyrës së auditorit edhe shërtimi i raportit vjetor buxhetor të ndohen në dy mbledhje të ndryshme, por kjo është veç është bërë edhe është saktuar. Sidoqoftë, unë kam kërkesë që pika e 6 të shkoj në si pike fundit ose para pikës pyetje dhe përgjigje, sepse normalisht nuk po kam dëshirë që nëse ndodh të bllokohet seanca ose diçka tjetër, ato dy pika tjera të jesin pa u trajtuar. Kështu që e kam për kërkesë që të shkoj para pyetje dhe përgjigje pika e 6. Faleminderit. Fjole ka Lirat Cile, faleminderit. Faleminderit Jesus, përshëndetje për të gjithë. Ne në mbledhjen e fundit të Komitetit për Politikë dhe Financa u morëm vesh që të futet renditës edhe çështja e vazhdimit të kontratës ose të diskutojmë sapo për këtë udhëtar në qendrën për rehabilitimin e nënës dhe fëmijës, edhe propozoj që të futet kjo pikë në rend të ditës. Po ashtu, po shfrytëzoj rastin që po flasim për pikat e rendit ditës dhe mbledhja e radhës do të jetë plane urbane ose komentrone, zonë që lidhen me këto, një pyetje zotit Bashota, ndoshta mund të thosë tash, por nëse jo në mbledhjen e radhës, po ju kisha lutur
tjetë e argumentume, do mos flasim edhe kështu, cila është e pikë e realititës plan urban, i cila është bloku këto dhe asnjë s'ka kalu do të pe governet e nuk ka shku në ministri për të vërtetu ligjshmërinë. Unë e jam shumë i sigurt se çdo plan që na ka ardhur, ka mund të shtyhet ndoshta një sa të dy. Po secili plan urban që ka ardhur në këtu nga ekzekutivi është aprovuar. Pastaj ministria e ka vlerësuar ligjshmërinë e saj dhe e ka thyer me arsyetimin që i dhe gjitha. Po mi ndërsa na ka mbet në një plan që ne kemi refuzuar dhe asnjë s'ka rritur me kalu prej guvernit. Unë e di që jo, po do të zgjidhet shpejt. Faleminderit. Fjallën e ka i merë si losi, o në? Faleminderit Sus, përshëndetje policisë. Në këtë rendite që po e shohun dhe vazhdon në një kërkesë në një nga mbledhjet e kaluara, duket që është arsysh me pakte një kryesus kryetari apo dikush prej ekzekutivit të insistojë nëse nuk ka mundësi në të mbledhjen në pikën e ndryshme të pakte në mbledhjen e radhës të trajtohet një kërkesë e qendrës shkollore Don Bosco, që është drejtuar për zërim të kapacitetet të saj, sepse është një numër i caktuar i nxënësve që luajnë shkollën e mesme atje, dhe mendoj se kemi obligim si asamble që t'i përgjigjemi krahas kërkesës me shkrim që e kanë bërë. Ju falenderoj. Mirë, faleminderit. Dikush tjetër? Nëse jo, unë dhe vetë sqarim për qendronin se nuk është mos mbledhja se kemi caktuar datën 13 e kuvert. Sipas ligjit, ne do të 7 ditë përpara të çojmë kuvert ose për komunitet material. Njëherë të kryhet kjo mbledhje e pas mbledhjes sotshme 7 ditë pune. Do ta bëjmë një rregull dhe kështu kemi vepruar gjithë herën. Me çu materialin edhe për një mbledhje. Kur e keni këtë material në shqyrtim, atëre dy materiale në për ata dhe kemi bën ndarjen e materialeve. Do vonë ne kanë çuar për mbledhjen e dytë. Edhe për të parën, atëre i kishim dy materiale. Mirë po, pa marrë parasysh ato, me ligj është e përcaktuar 7 ditë pune përpara do të dërgohet materiali për guvern. Edhe këtu s'ka ndryshim të keq. Kryetar, sa përqito, mund është replik, po s'ke çka replik, se është e përcaktuar me ligj. Urdhë. Jo kryesus, për 7 ditë përpara, nëse ke mujt me tirë mbledhje me datën 31, i ke pas 7 ditë përpara për datën 3, ka qenë edhe majtë, të pëshëndrëme. Sipas saj, atë 12 mbledhje të kuvertit, po dash ka më çu materiali krejt, për krejt vitin, edhe vështë të Na më rëvesh më në këpëtësor. Çka është ligjore e lëm ligjore. Jo më rësër se s'ke ka e dhe që që ka Nëse tirësh. kini ankesa urdhëni jo në Je ka tirësh në ligj. Çështja tjetër, vetë kemi pas praktika që i kemi organizu 2 mbledhje një pas një. Sinqerisht, nëse ti nuk i kapacitet me i trajtu 2 materiale për një mbledhje të lutë në lirë opozitë, më vjen dikush tjetër që mund të trajtu këto. Mos u bë çëshara për rango. Jo, çëshara këtu. Çka po donte? Unë e di mirë. Me don kohë tjetër mbledhje. Pse më do kohë? Mirë po, mas mbledhjes që mod mbledhja 7 ditë. Kështu e kemi me vepruar. Ti me vepru qështu, se nuk është e rregulluar ashtu. Mbledhja thirrët 7 ditë përpara. Nuk është e varur shpika të ndryshme për mbledhjet. Për të tjerë. Pra do më dhe, por në përkore. Faleminderit vetëm për zotin Rusinoci, sepse këtë çështje me Don Boskos tashmë është diskutuar shumë. Don Bosko e ka marrë një leje të radikun afro 10 viteve, 2001, e cila ka qenë leje për të gjitha ndërtesat e Don Boskos që duhet më ndërtu. Në kohën kër e kanë marrë leje, e kanë ndërtu vish një ndërtesë. Dhe tash e kanë gjetë donacionin për me e bo zgjërim. Por e kanë ndru projektin edhe e kanë ndru venin se ku ka pas mund qenë prej lejes të cilin e kanë marrë në vitin 2001. Dhe inspekcioni me të drejt, kur ka shkuar ka verifikuar që edhe nuk është projekti një,
edhe lokacioni ka lëviz. I ka thonë doni mu pajis me leje 3 sepse ky është projekt i ri që keni bërë tash, sepse është ndërtesa krejtësisht e re. Kur ka shku në urbanizëm, e ka pa që lokacioni ku po dojnë me ndërtu dhe ku kanë fillu, është sipas planit rregullativ në një rrugë. Dhe pa ndryshu plani rregullativ, atë leje 3 aty nuk mundën me marrë. Pra domosdoshmë ka pas dy zgjidhje. Ose me e bën ndërtesën sipas lejes që e kanë marrë në vitin 2001, ose me e prit ndryshimin e planit rregullativ. Kalabria për me mujt me e ndryshu. Unë i kom thirrë edhe inspeksionin e urbanizmit ta kem. Inspeksioni mund ka thonë që se dënë të na me shkel ligjin, që ma një email që po thurë si kryetar që na të me shkel, pe që unë nuk e bëj, edhe për këtë arsye kanalët dhe shumë ambasada ja kom shpjegu të njëjtën gjë, pra që se bojnë me lejën e vitit 2001, s'ka kur fa problemi. Që se dojnë projekt të i me lokacion të ri, do të me prit ndryshimin e planit. Faleminderit, kryetar. Ishte propozim i Agim Gashit që të riformulohet pika e 3 propozim vendimit për dhënien e pronës palyeshme të komunës në shfrytëzim afat shkurt për çorçe me lokacioni sipas planit për vendosjen e tyre. Propozon që të jetë propozim vendimit për caktimin e lokacionit për dhënien në shfrytëzim të pronës komunale për vendosjen e çorçeve në komunën e Prishtinës. Unë e qes Me pas kryesues edhe një vendim për dhënje. Lokacionin mundë me caktu për të pas edhe vendim të kuvendit për dhënje. Caktimin lokacionit për dhënien në shfrytëzim. Ishte me pas edhe vendim për dhënje, se kuvendi e ka shpjegim Njëherë do të caktohet lokacioni, pastaj e kemi le me emën me mbi emën, ku ipet, atëre merret vendim për dhënien E nuk shfrytëzim. do të ma drejt, kështu të zavush. Dajte, që shefi zyrës të gjore. i lutëm se cili e kryeni punën e juaj, urdhër shefi i zyrës të gjore. Faleminderit kryesues. Lokacioni caktohet me planin që është para pika 2. O lokacioni për vendosjen e çorçe është plani, i cili cakton lokacionin ku kanë vendosur çorçe. Nëse kjo është vendim para prak për dhënien e shfrytëzim. Sipas ligjit të udhëzimit administrativ që përcakton që propozimin e kryetarit për dhënien e shfrytëzim duhet me miratuar kuvend me vendim para prak. Nuk po di ku është domosdoshmë dyshimi, ku është paqësi. Ornakin, Fjala për të shef, fjala për formulim të drejtë, të saktë. Edhe kur të japsh diçka në shfrytëzim, kur nuk e din çka po jap. Ja të cakton lokacionin tani jap në shfrytëzim, kjo është çështje natyrshme. Numër të katastres. Po. Dhe ne e riformuluam në mënyrë që të dy përmbajtjet të integrohen dhe të komunikojnë njëra me tjetrën. Kjo është tash, nëse ju konsideroni që i ka galu po e lëm. Plani e bën lokacionin e dhënia do të marrë si vendim. Mirë, okay. Numër katastres ai nuk vjet ku gabiet. atëherë Ata japin internet. dy propozime të policisë në votim. I pari është që shokë i formulu propozim vendimi për dhënien e pronës palyeshme të komunës në shfrytëzim afat shkurt për çorçe me lokacionin sipas edhe dytën e kemi propozimin e artimit. Atëherë ju lutem mos folëm paushal. Flasëm me argumente, propozimi i Agimit, unë mendoj që ishte i drejtë, mirë po ju vendosni. Jena për një aspekt ligjor, e unë nuk e ki përshka kena zyrën ligjore, në qofë se nuk mundet me i përcaktu të zhanë. Ta na i tregojnë që shdojnë, që se del gabim, ta do të me bajtë përgjithsi, dhe merën masa ndaj tyne, këtë gabojnë. Po dhëtë që është bo si pas uzimit administrativ, na mundën politikisht me diskutu që shumë, por zyra ligjore për që punë eksistan. Na si dim, punën tash me çdo sen nuk marrët me formulim. Agim, a jetë pranë kërkesës që do të me qitë zyra në votim ligjor.
Versionin e qëndrueshëm ligjore. Ja, Ne dëshëm me korrektu me qëllim që riformulimit të jetë adekuat. Në rregull, Se konsideroni se s'ka vend ajo shumica dhe shërimet ligjore në s'pogulim kam, sepse s'ka kërësit shumë rregull. Ne për këta jemi në debatë këtu, atëherë kush është që tjetë ashtu si është i formuluar në ranin e ditës i katërt. Ju lutem, po sigurisht pasi kemi dy nëse të di që ta vini. O nuk na është. Faleminderit, ne kemi biseduar së ashtu se ta kryq është shefi i grupit. Por, definohet nga ana juaj, zoti kryesues, cili është propozimi sakt i shefit të grupit tonë. Le të shkruhet në mënyrë që të danë propozim, pastaj si variant. Faleminderit. Faleminderit, propozimin e shefit unë e thash, domethënë edhe është i saktë, por kemi edhe këtë formulim, edhe kemi zyrën ligjore që dha një këshillë që duhet të jetë. Atëherë mundu kumbetë tjetër, por me vendos këtë unë e qes në votim. Do postam as propozimi i Artimit, as i Ardionit, por do ta qesim në votim ajo që fiton vota për. Por nëse në lutëm shkurt që ne të Faleminderit, jo, për në me, unë po konsideroj që është gabim e na kërku neve, asambleista, me votu qysh kjo ligjëresht është e parapome me u cek titulli. Nëse kem dalim në përmbajtje, është çështje tjetër edhe ai që fiton më shumë vota, edhe ajo fiton. Po na çka po kërkojmë është interpretime të ndryshme ligjore për një emërtim, edhe po ju kërkon asambleista me votu, me konstatu se si ligjëresht PD ka me u cek titullit. Për mu është gabim që kjo edhe unë refuzoj me votu veç në aspektin e interpretimit ligjor pikës. Për këtë Por ty jo veç kjo, po janë shumë gabime, e unë po të thëmë voti punën teme, unë e qes në votim. Votim pikën e 3 drejnë ditës. Kush është në mbetë si është, edhe kush është në mbetë si shta agendosh. Atëherë pregatitu për votim. Do më thonë, kush është që tjetë pika 3, kush është formulu në ditës, nëse shumica janë për shkoj, nëse jo e qesëm dhe propozim nga. Atëherë pregatiti për votim. Që shqit gjitha, që rrëmi futët, që u najdu si një adi, i të sënë diqme. edhe ku Jo të unë nuk funksiona. Kemi informuar që 3 deputet nuk kanë vendosur kartela. hajde Gërgëna jemi në rregull? Po, në rregull jemi. Vetëm 3 deputet nuk i kanë vendosur kartelat në votim. Gjitha, kemi mundësisht. Po funksiona. Vazhdojmë. Atëherë, si mas dhënave, 15 janë
Në mail, kështu si që është e formuluar, 21 janë për propozimin që largimi, 21 janë kundër të të. 2 abstenime. Rest kanë arrit me votuar, Nuk I di në ata që s'kanë arrit. E kemi propozimin e qendrorit që pika 6 të zhvendoset të parapyetje dhe përgjigje. Edhe këtë do të qesim në votim. Pika 6 ishte caktimi I anëtarëve të Komisionit Komunal të Aksionove për t'i pulu kulturë trafik urban në pastrim. Atëherë po votojmë. Kush është me përgatitje me kartela, do të thonë, kush është që pika 6 të vendoset në pikën 9. Atëherë I tërheqni dhe I vendosni kartelat prapë. Do më po votojmë kush është pika 6 në bart në pikën 8. Para pikën 3, 2. Jo është pika 6 për më ajo shkoj, po tash e kemi tjetër do mund propozimin e qendrorit që pika 6 me qenë pika 8, para pyetjeve dhe përgjigje. A fillu votimi. Votojmë. Votojmë kush me qikë pikën 8. Dhe që nëse bllokohet mbledhja mos na met pika tjera pa u prejtur. Duke t'jemi t'jarë, vend pika 6, mu vendos para pyetjeve dhe përgjigje. Kështu ishte. Atëherë, përgatitni për votim. Na tregon drejtori. Atyre kanë votuar. Kanë votuar. Në mëdhjet janë për, do të thonë me qenë pika 6 në parapyetje dhe përgjigje. 17 janë kundër. Ju falenderoj. Konstatoj se propozimi I 6 ka lënë parapyetje dhe përgjigje. Ishte propozimi I Lirakut, Lirak Qelej, që të futet në rendit të për diskutim qendra për rehabilitim nëna dhe fëmijë. Ne këtë çështje kemi pasur edhe në Komitet për Politikë e Financa, kemi diskutuar. Është bërë një qendrim që të hynë në rendite për mbledhjen e kuvendit. Për këtë mbledhje kemi shkuar me 8 pikat e para që kanë qenë për Komitet për Politikë e Financa, kemi menduar që jo çështje të jetë për mbledhjen tjetër. Po, nëse vendosëm ne këtu, atëherë peqesëm në votim edhe këtë propozimin e Lirakut. Atëherë ne përgatitni për Ndaj që është urgjente dhe na kemi gritë edhe më herët, dhe si asamblejën një prej mbledhjeve e kemi dhënë përgjigjen dhe kemi autorizuar ekzekutivën që të merret me këtë punë. Dhe kanë qenë sot një nuk ka pas kundërshtype. Megjithatë, është injoruar kjo punë, edhe tash po insistoj të votu sepse çdo ditë është vonë për këtë çështje. Sikur ka më qenë vonë edhe më e kalu në këtë çështje. E dyta, neve për një muj na huf mandatin për të marrë me tema të tilla si asamble. Nëse nuk e kryjmë tash me kohë, atëherë kjo punë mbetet deri vitin ardhshëm. Kjo është arsye. Alim edhe një protestë shpejt. Me
qenë se është viti zgjedhor dhe prej dikon fillim pjesës partë majtë më nuk merren vendime të rëndësishme në vend. Unë e di që ekzekutivi e ka një kërkesë të organizatës që merret me kopshin e arinjve në komunën e Prishtinës. Dhe në mbledhje për komitet kam kërkuar që ajo mos në këtë mbledhje të futet për mbledhjen e ardhshme. Unë nuk po kërkoj që ajo të futet sot, por të përgatitet për mbledhjen e ardhshme, me qenë se është fjala për një donacion që do të investohet në atë projekt dhe që do të jetë shumë i rëndësishëm për interesat e komunës së Prishtinës. Faleminderit. Faleminderit. Unë besoj që masës është e përgatitur me ekzekutivin do të shqetësojë mundësimin për mbledhjen e ardhshme. Unë mendimi jam është kemi një bëshim material, kështu që procesin në propozimin tonë apajtosh, se nuk jemi për mbledhjen e ardhshme, ne do të bisedojmë me qenë për mbledhjen e datës 17. Propozimin e japur do ta qesim në poder përgatitur për votim të grupet në rendite diskutimi lidhur me qendrën për rehabilitimin qendrën rehabilituese nëna dhe fëmijë. Përgatitje për votim kush është për mu fut në rendite. Drilon, a mujnë me votuna? Unë e tregoj, zoti Besos. Sofia po njoh kartelën. Edhe jo kryesues kartelën. Është në rregull? Po. Votojmë. Jemi për futje në renditet të qendrës për rehabilitim nëna dhe fëmijë, 6 janë kundër, 7 abstenim. Konstatoj se kjo pikë po hyn në rendin e ditës dhe do të jetë pika e 9. Ju faleminderit. Atëherë propozime tjera s'kemi pas, besoj që mund fillojmë me pikën e parë të rendit ditës, që është miratimi i ekstrakteve të proces verbaleve të mbledhjes 7, 8 dhe 9 të vendit komunës së Prishtinës. Sigurisht ka me pas do një pyetje pse 3 proces verbale të njëjtën mbledhje, mirë po kanë qenë mbledhje të sërgjetit, mbledhja Qytetin do të jenë rendit e ditës, pastaj votoj. keni drejt. Keni drejt. Atëherë e qesë rendin e ditës me këto pikat të rendin ditës cilat të ushtu, do me thonë pika 9 qendra për rehabilitim nëna dhe fëmijë. Dhe pikat tjera i kemi ato që janë. Atëherë votojmë kush është për miratimin e rendit ditës. Drilon nuk na bën mikrofonit? Gjatë procesit të votimit, nual mikrofonat. Po e keni ju mikrofonin, marrë nga s'juve ju bën.
renditës. Votojmë. Shqitet se për renditës në 32, kundër është 1, 5 abstenime. Konstatoj se aprovohet renditës. Ju faleminderit. Dhe tash filloj me pikat e renditës, se më ndu të apoj pak, të kërkoha falje. Miratimi e ekstrakte dhe të proces verbalit në ledhës 7, 8 dhe 9 Kuvendit Komunës së Prishtinës. A ka dikush diçka dhe? A ka dikush? Por arsye objektive, do me thoni kemi 3 procese faljes, kanë mujtë me arrit. Po votojnë. Atëherë, përgatitim për votim të pikës e parë. Ethem Kupina, Kartel. Vodim. Shqitet se për jam 34 fundër 1, abstenim 1. Konstatoj se aprovohet të pali, ose të pali të ndjerë. Shkojmë në pikën e 2 të renditës, se që është propozim vendimi për miratimin e planit për vendosin e qoshqeve në komunën e Prishtinës. Do të keni kujdes, do më thonë, keni kujdes, do mos se cili le të vendos kartelin, nëse ka pengesa ose diçka, sigurisht ata na tregojnë në nukmin e tij. Kështu që shkojmë në pikën e 2 të renditës, edhe po shkojmë sipas shepat nuk e parlamenare, po para tyne, shalut ekzekutivin, nëse ka diçka do një sqarim lidhur me këtë pikë të renditës. E kemi po. Është mirë me një. Fjallë e ka përfaqësuesi i urbanizmit, kështu që ta ndërgjojmë në kanë për tjilëm në ekran. Drejtori kandidatimit në përfaqësuesi. Me bëndrohen me novatim.
Sektori publik ka përgatitur hartën me 45 lokacione të qoshëm. Janë gjithsej 3 kategori që ndaren në qoshe 9 metra katror, 12 metra dhe 18 metra katror. Zyrtarët e sektorit planifikimit kanë bërë disa vizita dhe kanë bërë identifikimin e qosheve ekzistuese. Prej tyne është hartuar dhe plane është bërë evidentimi i këtyre qosheve. Në kuadër saj kemi bërë edhe caktimin e lokacioneve të reja. Prej 25 qosheve cilat kemi identifikuar këto lokacione, rreth 8 lokacione janë heq prej dhënies në shfrytëzim për shkak të pronës e cila është pronë e drejtërisë të rrugëve. Mirë po kjo çështje mandej zyrës ligjore që të definohet nëse Lutem të ndëgjoj. Unë parim në këtë hartën që ju se për shumë pak po dallohet prej rrezë të tjellit, në ngjyra dallohen 3 kategori, ndërsa në këto harta të tjera i kemi për secilin kategori. Është lokacioni këto, emri rrugës dhe shihen saktësisht se ku do të bëhet vendosja këtyre qosheve. Këtë tjetër në ngjyrë portokalli janë qoshet me sipërfaqe prej 12 metra katror, ndërsa kjo me të kuqe janë qoshet me 18 metra katror. Nëse keni ndonjë pyetje. Fjallën e ka Muhamet Selmani, pastaj Krisali, Arvini, atëherë konkretikojnë që këtë pjesë. Po mirë dhe Fjoranë. Jo, po. Hajde. Hajde tutë me. Përshëndetje të flet. Unë e kam një pyetje këto lokacionet që janë për këto qoshet përfshin qoshet ekzistuese apo janë qoshet të reja që kam u vendos shtet. Sepse mbledhjen e kaluar ne kemi pasur një problem për arsye të afaltit apo skadencës kontratës që na pas me qoshet ekzistuese. Po më intereson të përfshi këto pika apo janë apo ekstra. Siç e thash edhe më herët, Po bravo. Visare pastaj. Faleminderit kryesues. Pyetja ime është në lidhje me skicën, dizajnin apo modelin e qosheve që në mbledhjen e fundit kur e kemi diskutuar, na shtonë që herën tjetër kur vjen materiali kemi me pas edhe dizajnin e këtyre qosheve, po nuk e pash në materialin tonë. Kështu që a ka gjasa që sot mundemi me e pa se çfarë qoshje janë ato, çfarë dizajni kanë ato që planifikojnë me udhëtok se kanë spastika. Faleminderit. A mojta? Më herët ka ekzistuar dhe është në funksion një rregullore, mbi bazat e së cilës më herët është dizajnu dhe është rregullu çështja e funksionimit të qoshqeve në komunën e Prishtinës. Asnjëherë nuk është bërë krahasimi se këto standarde që po sillen tani në kuvend janë në përputhje me atë rregullore. Sepse këtu ne për ta bërë këtë duhet ta ndryshojmë atë rregullore, sepse s'mund të shkelim mbi një dokument i cili është valid, ka validitet dhe e ka vendosur kuvend. Në ndë, këtu me këtë standard sillen risi,
ka dimensione tjera, në rregullore atje është strikt e definuar se sa metra katror ka një qasht. Tash ne kemi përpara propozimin për 12 metra dhe 18 metra katror. Për pas dy pyetje të para që shtrun dy kolegët e mi, shtrohet pyetja 18 metra katror, a mund të konsiderohet në aspektin ligjor qashk apo lokal afarist? Lokali afarist kërkon standarde plotësuese. Dhe janë disa dilema të cilat është mirë të na jepni sqarime këtu që ne mos marrim ndonjë vendim që është në kundërshtim me ndonjë dokument siç është rregullori për çështjet në komunën e Prishtinës. Faleminderit. Faleminderit. Prej aktërës. Faleminderit kryesues për shkëmbëtin e përgjigjet. Ne edhe në ditën e kaluar kur është diskutuar ky propozim vendim për vendosjen e çështjeve, propozim miratimi i planeve, që është më thon saktë titullin. Në parim kemi qenë për vetëm se kemi thënë se duhet që komuna të marrë përgjegjësi për mirëmbajtjen e këtyre çështjeve dhe gjithsesi duhet të jenë në përputhje me lokacionet një që mos me prish estetikën e qytetit, po për çfarë duhet me pyetjet për përfaqësuesin e drejtorisë është mja bashkangjit pyetjes dhisarit qysh do duken ato çështje, dhe a kemi vendosur materialin se dim që nga prej problematikave është çështjet ekzistuese kanë që prezencën e gjallë që keni identifikuar ju edhe në material, a keni vendosur materialin që do ta kemi të çështje dhe për kostën e mirëmbajtjes së çështjeve. Faleminderit. Faleminderit me linjë. Nëse jo, po ashtë. Se përkrojnë. Se përkrojnë. Të do t'ju, të në këtë të një manë. Një person të di, cilat ndërmarrjet që i ka punuar në çështje, çfarë ka qenë çmimi për çështjen, dhe çka do të ndodhë me çështjet e vjetra që janë zhvendosur në to, ka do të janë më faleminderit. Alem. Faleminderit që ti për shkjete? Alem. Por në shakti? Faleminderit për të ndërtit për të gjithë pranishme. E sidomos për media që një shumë lirë me ka që zotin e ka qëllë media se ku me ti që ka ishë bome, që ka shumë bona mësë të qenë media prapa mune. Kas këshë më shku, kas këshë më bome, të që media që do mësë dhe përtorit i përëndere shumë. Sepse e jetuar në një vaj arsive, të cilë me kom përjetuar dhe në se e kjallë të përjetuar. Dhe besoj që me kuptar. Dhe historiku i çështjeve në Prishtinë është një historik mjaft të lidhur. Dikon vitin 2004 u dashur të hjek 650 çështje, në për të cilat kanë qenë punuar për mjeteve, për materialet montazhore, dhe gjithçka ka pasur do edhe për gjithçka kanë mujtë të shfryzuar ato për sene që shfryzon njeriu, qofshin për artikull shqiptar, qofshin për artikull të përdorshëm tjera që ka pas atje, që kanë shndruar barnatore, anë qempaktore, anë gjallëtore, amputacion. Kështu që besoj që nuk është koha që ne të kthehemi edhe një herë për një 15 vjet mbrapa. Ka disa çështje që janë, dhe ato duhet të modifikohen me detyrë më pak më mirë, se me që t'i qash që 18 metra katror, ajo është në procesu në këti që arkitektë që qunë qash në 18 metra katror, ajo do të pas njëve sanitare, do të pas taktera, do të pas taktimja, të ne e jesë gatë edhe një farë qatër për para, që do të thëtë se kur të llogarish diko të i hupëm një 5 hektar nga gjelbrem në komunë e Prishtinë të Qoshit. Dhe nuk ju thotë më përgrani, por jam mentalisht kundër vendosjes së Qoshit. Me këtu nuk zgjat problem social, për cilën është partia pushtet.
Sepse nuk mundet tajmë sociali me ndërtuar një qash me standarde me të mënera katrore. Se një morën heq. Ata se një marrin heq. Kështu që ka objekte, ka lokale, ka tana, nuk e di kujna dhe për shka e kanë këtë projekt. Unë jam decidim kondër vendosjes e qosheve sa ka një qash në komunën Prishtinës. Ju falenderoj. Faleminderit. Apo dikush prisisht në një pyetje për paraqitjen e verifikimit. Nëse jo, unë ke Faleminderit, kështu shkojmë në radhë, sa i përket lokacioneve ekzistuese, zyrtarët e verifikimit përveç që kanë caktuar disa lokacione të reja, ne kemi pasur procedurë që ta bëjmë evidentimin e atyre qoshëve të cilat jo veç që shëmtojnë qytetin, po dhe nuk janë funksionale. Unë me pa shumë qoshe kemi të cilat janë të dëmtuar dhe nuk janë jashtë funksionit. Shembull konkret e kemi rrugën dëshmorët e fondit, ose më saktësisht e posta e re, ato aktualisht janë rreth 6 qoshe, cilat 3 prej tyre nuk funksionojnë hiç. E kemi larguar ato cilat nuk funksionojnë, i kemi lënë 3 lokacione ekzistuese. Që do të thotë që i kemi marrë për bazë edhe lokacionet ekzistuese, nuk kemi bërë diçka krejt re, po ato cilat janë funksionale i kemi lënë vetëm kanë më ndru dizajni i tyre. Te pyetja e dytë te dukja që pyetje Visare, dukja se jashtë të qoshe është duke u marrë zyra për regenerim urban në fadet të komunës të Prishtinës, nuk e ka bërë sektorit planifikimit, ka i marrë me caktim të lokacionit dhe shpresoj që shumë shpejt do ta kemi atë material. Faleminderit. Te pyetja e tretë rreth kostës së bartës kompanijat se cilat do ta bëj përpunimin e tyre, ende nuk kemi rrinë atë fazë që me Faleminderit. Ishte edhe një pyetje se çka konsiderohet çështje, domethënë a është çështje. Ajo që ka si përfaqësim prej 18 metra katrore, do të thonë se të religione se ja dhoni se. Në sistemi vjetor, në sistemi vjetor 2016 është ndryshuar rregulloria që përmendni zoti Gashi. Vëndi ka marrë mentim për ndryshimin e rregullorës, ku janë lejuar edhe çështjet me superfaqe 18 metra. Dizajni është marrë, Visara ke pyetje për dizajnin, është marrë prej Vienës, Ljubljanës dhe Zagrebit, në qoshe klasike, i të dhe krejt materiale që janë. Nuk është edhe ajo përfundim diskutim përfundimtar, mund të diskutu dhe ma tutje. Me rëndësi është në marrë vendimit për dhe një manej edhe për procedura diskutojmë. Sa i përket kostës së ndërtimit, mendojmë që kjo do të abartë personi që e merë kioskun në shfrytëzim, edhe tjetë pjesë e kalkulimit të ofertës në fund për ta e vendosë komisioni që nuk ka nevojë komuna me i ndërtu për shkak se po flasim për dhënien e sipërfaqes, ndërsa nuk kanë kosto të mëdha të ndërtimit, por do duhet të paten nga ata që duhet të shfrytëzojnë. Faleminderit për Ordo, janë e ka grazie. Faleminderit Jesús, pyetje që ka të mundësh. Shprehni do të thonë se çështja e kostës kush do ta bëj. Unë për atë tjetër që i vitën mendoj që do duhet të kishte një shpallje publike. Mos kopjohet, mund të jetë të dikur fitoj ajo ai dizajn, por mendoj që për të një qytetit ka dhënë mundësinë që mund të vinë ide kreative që dikush ta merr venera atë ide të Prishtinës. Ishte ajo mundësinë njerëzve me edhe më intereson veprimtaria, në mënyra cili do të jetë kriteri për të hyrë ato të jetë e imponuar veprimtaria ato
që e ku po kjo që përgjithësi e në gjesi gazeta dhe ka një farë standard që ka shqitet në tërë. Po, ka kjo që edhe përshesi në shqemë nëse në qka do të ketni, që është përcaktu për kriter, apo do të përcaktohet që të vëstbonë, që u përmen pare që kam për kritarit ndryshme, unë jam a shumë i thorë kiosët me qenë shumica me pasat standardën e kiosët dhe në qka bejnë kiosët, që është i varë shabdoni, në thuj se krejtë botën. Për tjerat, atërëm do të me i trajtu veç kure vjenë shumë me adhone i valë e shqenë se në qka tjetë. Unë përgjegje, kërdo? Sa i përket parës, nuk është në probleme në që mund në më bo. E dyta, me ne si ekzekuteri jemi që përcaktohen kriteret jo me ushit që ka të dënë ai që e merë në shfrytëzim, po të përcaktohen gjanat cilat mundën që janë klasike për kiosqe, e që janë gazeta dhe ushqimet vogla, po më ndaj që blenë zakonisht në çdo rregullore, gjana klasike cilat bëhen krejt, por jam me përcaktu. Jo tash me uqel aty me hamburgera me shita diçka, sepse nuk janë qoshet për atë punë. Po e menojmë ku ka qarkullim të madh të njerëzve, me pas mundësinë në qoshet vogla me ble gjana të vogla ashtu siç janë paramenuar me gjithmonë. Faleminderit. Urna Mohamed Selmoni, pastaj Kështus, unë këtish për lidhen pak me veprimtarin që kam me postë të qoshet, edhe unë po propozoj se para se të bëhet në fondi publik, apo aplikimi i ofertimi për të qoshet, të bëhet një plan, të shka të të johën se cilën detyra apo grupe të aktuara të shumë të çfarë veprimtaria mund të bëhet, edhe ai plan të trajtohet në kuvend, ose me shumicë mund të kaluhet, pastaj përdelet në akat përtim që tjetë shumë e qartë se cilë ofertues të ditë për shka oferton dhe shka mund të shfrytëzoj atë çështje. Faleminderit. Fjoni ka Kemër Shala, unë Kemër. Shkurt të rrë. është në shqyqe drejt për drejt, qka bëhet me kiosqet aktuale. Dhe qka bëhet me ata njerëz të cilët janë mësuar aty dhe majnë familjet e tyre. A do të ketë kriter që ata përfshien në një mënyrë ose në ndarjen e kiosqeve të ardhshme. Sepse e dim që të gjitha ata njerëz kanë familje dhe ata duhet të marrin disa ato familje të tjera. E para dyta, çka bëhet me net qoshe? Sepse edhe ato kanë pasur një kost të caktuar, a do të merret komuna drejt për drejt me to, a do t'i qes në ankarën publik për shqitjen e tyre ose për heqjen e tyre tjera. Raftën e tyre që duhet të shtrohen dhe duhet jepet përgjigje sepse ta përgjishme ka një. Faleminderit Kemër. Nëse dikush tjetër s'ka në përgjigje për Kemërin, kush prej ekzekutivit? Kontrollat për dhënien në shfrytëzim kanë qenë 10 vjeçare, ato kontrata kanë përfunduar. Në aspektin ligjor, dhënia në shfrytëzim nuk lejon favorizimin e dikujt, vetëm se ka qenë shfrytëzuesi një kontrate të kaluar. Nëse gjendet në një rrugë ligjore, nuk ka problem, por kjo është e qartë tashmë sepse disa herë kemi kërkuar interpretime për gjëra të tilla nga ministria dhe përgjigjja na ka ardhur një. Nëse ndryshon diçka, atëherë është tjetër problem. Nëse flasim për të punësuarit, ndoshta mundemi me kush çdo që i fiton mi marr ata njerëz në punë. Por kur kanë aplikuar e kanë ditë që është 10 vjet dhe kur s'ka dhënë kontrata 10 vjeçare, edhe ligjërisht nuk mundemi çfarë bëjmë. Për këto që kanë qenë këto e kanë pas një kosto, por e kanë pas edhe amortizim. Amortizimi zakonisht i gjanave të tilla është diku 5 deri në 10 vjet. Kështu që do të shohim se çka bëjmë me to, por ju dini që edhe dizajni është i tejkaluar tashmë dhe mendoj që të ishte rifreskim i mirë për qytetin që t'i kemi qoshet të reja. Faleminderit. Dikush tjetër nuk ka, kur në Hatizje. Jo në Hatizje ku posti. Vetëm desa me pyet kur përmend që ndërtim me tulla apo është konstruktiv diçka. Qoshet edhe zakonisht në ditë sot qoshet janë konstruksion, edhe janë konstruksion i tillë që duhet me pasur dizajnin kreativ që kur të mbyllen balonë dhe dofen si kuti, pra nuk kemi të bëjmë me ndërtim as tulla as
montueshme dhe të çmontueshme në periudha shumë të shkurtë. Faleminderit, po shoh që urnajsha, fjallën e ka një shazin. Mundësi kur banë kontratat të shënota pjesë se nuk kanë të drejtë me vendosë jashtë qoshit asë gjatë. Faktikisht në mënyrë që mos të bëjnë ata çka i vjen me interes aty, në një që të rohet konstruksioni i kioskut dhe pamje. Faleminderit. Faleminderit. A kemë përgjigje? Ka mundësi, edhe një inkurajoj krejt antarëve të kuvendit për çfarë do sugjerime, propozime që të keni, dhe me thonë nuk kemi përëmbut, me rëndësi është që të merret ky vendim sot, ndërsa për procedurat i dërgoni gjitha propozimet, u mendoj që duhet ta zgjidhim në mënyrën më të mirë të mundshme që këto kiosë edhe të jenë reprezentative dhe të shërbejnë funksionin që e kanë. Mund t'i vendosim, ato është mas lehti t'i vendosim kushtet, edhe natyrisht jo tash me marrë një kiosk e manim muzënu 20 metra jashtë kioskut, por ata arsyeve të shkojnë në 18 metra, por 18 metra të definuara mirë. Faleminderit. Nëse dikush ka tjetër, atëherë unë lehtësoj si votim propozim vendimi për miratimin e planit për vendosjen e çosheve në komunën e Prishtinës. Përgatitemi për votim. Ato ishin pyetjet që e poshin dhe më thonë a mund tjetë 18 metra katror dhe propozime tjera. Atëherë ju e vlerësoni kur në kryetar, na përgatitni për votim në fjallës kryetarit. Kuvendi vendos për vendimin preliminar. A me i dhënë këto hapësira në shfrytëzim ajo. Kriteret pastaj vendosen nga komisioni, i cili është i përbëm nga anëtarë të kuvendit komunal, nga anëtarë të ekzekutivit. Përmes përfaqësuesve që i keni zgjedhur ju, i dorëzoni të gjitha qëndimet dhe mendimet, sepse ata janë përzgjedhurit e juaj. Unë i kam përfaqësues të mi si ekzekutiv, prandaj në kuvend në këto raste vendoset vetëm vendimi për dhënien e këtyre hapësirave në shfrytëzim. Shkurt që lutëm edhe... Sa është pak më në atë që të ndjeshme, në të kryetar. Ne shojmë këtu, kemi 11 metrësh, 15 metrësh, 18 metrësh. Qa keni dashur të të bani që keni ndarë të pjesë, edhe keni është ndryshme sipërfaqja e këtyre kiosqeve. Për një arsye po e bëjmë. Në 11 metra mund të quajmë kjo shkodja normal. Një të konsua, eventualisht të. Në 15 metra është shkodja e madhe. Një dhëmë fëmish, një dhëmë e familjeve tona. 18 metra djetë dhe më madhe. A keni paraqit që të konsojnë më shumë njerëz aty, apo si është puna në këtë panel? Ka lokacionet të cilat e kanë qarkullimin shumë të madh të njerëzve, sikurse janë lokacionet e qendrës dhe aty ka nevojë edhe për më shumë gjana, edhe më ushqitje për hapësirë më të madhe. Ka vende tjera që është interes publik me pas kioskun, sepse nuk ka qarkullim të mirë, por është për shembull kioski Lagjës, aty nuk ka nevojë tash me në zonë 18 metra katror, por funksionin e njëjtë e kryen me 19 metra katror. Këto praktikat për i thëmë edhe me një herë që i kemi marrë prej qyteteve të mëdha, duhet mas pari të po Vienën edhe Ljubljanën, ku i kemi marrë se ata i kanë 3 formate të metrave të ndryshëm, sipas qarkullimit të njerëzve në ato pjesë. Dikush s'kemi lajmëruar për fjalë, atëherë përgatitni për votim. Për propozim vendimi për miratimin e planit për vendosjen e çosheve në komunën e Prishtinës.
Konstatoj se për janë 30, kundër 8, abstenim 2. 4 abstenime. Ku janë ata 4? Kemi pas 2 tërheqje të kartelave që procesit të votimit. Konstatoj se miratohet vendimi i miratimit të planit për vendosjen e çështjeve në komunën e Kishës. Panderit kalojmë në pikën e 3 të renditës, se është propozim vendimi për caktimin e lokacionit për dhënien e prorës pa lyshtë të komunës. Kryesues do të me pas në fjalën apat shkurt të vendimit preliminar për dhënien e shfrytëzim se është udhëzim administrativ i qeverisë. Ha? Usimi po për vendim para pra. Usimi administrativ. Ka qytetë religjon. Mungon. Një datë do të thonë po ashtu mungon. Paçar vendim para prak. Plani I sakton lokacionin, tash është vendim para prak për vendin. A ka pajtim politik që është vendim para prak, që ato të di, se nëse ka në rregull, nëse ka kundërshtime tjetër mbahet, por aspekti ligjor I çdo. A mundemi me bëjë që në konsultim me ministrimin ja bëjë emërtimin se nëse s'ka kundërshtime politike është vetë çështje ligjore. Atëherë jem të ditë çka po votojmë për më konë. Çka po propozoni tash? Me votu. Unë e thashë një herë. Kuvendi komunal veç të dinë që po votohet për vendimin para prak të dhënjes në shfrytëzim. Nëse ka miratim për këtë aspektin politik, atëherë çështja e emërtimit ligjor ja lejojnë zyrës ligjore me emërtu, por e them në bashkëpunim me ministrinë nëse ka nevojë. Por veç mos të ketë kundërshtime kështu politike me thonë përmes kësaj edhe jemi kundër. Nëse është dakordimi, po dihet që po votohet për dhënien në shfrytëzim të këtyre pronave, atëherë në rregull emërtimin ligjor përcakton zyra ligjore në bashkëpunim me ministrinë. Kur nagim, anësh. Pastaj nuk mund ta shpjegoj skajshmërisht cili është verzioni juridik më I saktë. Por në qëllë se ishte dilema në shtrumë për riformulim të saktë juridik. Dhe nuk ishte qëllimi që të kohët kjo se të shfrytëzohet fuqia votës në këtë aspekt, mos të pake shkurtime edhe do të mëniru nga këto komplekse, sepse në cilin do verzion kër janë qënë një shyshe se në aspektin semantik mund të ketë nuanca dilema në nuanca kuptimore. Prandaj, ky po thot I zyrës ligjore po thot plani e përcakton lokacionin. Asnjëherë derisa në këtë kuvend unë sa di, sa më kujtohet, nuk kemi thonë ndryshe veç kemi thonë caktimi I lokacionit. Pra, nga praktika u shërbeva dhe edhe është përpuzimin. Prandaj, do të votë temë kjo punë për mu voton edhe kështu që është, edhe për të metet që zyra ligjore dhe ka definuar saktësisht këtë problem. Pa kuptim më me... Lëvumje kishte fjallë, pastaj Kyrë qëndron kërkoj reagimin fjallë në përrejtën se s'kam qëndron. Faleminderit, po du me tregu edhe ato që e kemi pas këtë përfëllë. Për një me nej që zyra ligjore nuk e qalemi. Është e vërtet që me praktikat kalume ka qenë caktimi lokacionit, po a ditë zyra ligjore shpjegoj në komitet që ministria ka refuzu një pikë kur e kemi emërtu me caktim të lokacionit dhe ka thonë tash e tutje duhet të jetë e përpiluar si dhënje e pronës në shfrytëzim.
kjo Po ta flasë shpefon edhe sot që është po se Jo, tha. po pajtona, atë që mendoj që nuk e sharu mirë, po prapë nuk mendoj që na si kuvend ose një asamblez që nuk e njështë na shtahit fushën duhet me vendosë si tjetër për ti. Por në Ardiani, shqipti zile të izore. Arsyeja pse nuk hina me diskutu për verzionin tjetër vendem për sakrifikacionit është në këtë rast s'kem asnjë lloj vendimi. Vendimi për sakrifikacionit është më shumë ka planifikim, do të destinohet superfaqja për një objekt caktuar. Këtë rast tjetër është vendim tipik për dhënien e shfrytëzimit, vendim para për dhënien e shfrytëzimit. Arsyeja pse nuk e shpjegova që këtë dallim është ato se atë këtë rast nuk kemi. Po nëse kishmi pas vendimet për sakrifikacionit si pas vendimit fundit, që kuvendi ka marrë për sakrifikacionit për varrezat konstante, Ministria ka thonë jo, janë të ndryshime ligji, kështu që vendimet të tilla më nuk lejohen. Praktikat e tash ka qenë tillë që marrë vendime të tilla, tani të tjera nuk mundën për shkak se planifikimi bëhet me domen e planifikimit, jo me vendime. Mirë, po në këtë rast kemi sakrifikacion, as planifikim, kemi dhënie shfrytëzim, dhënia është vendim paraprak i kuvendit për komunës për dhënie në shfrytëzim. Nëse mund me realizu në një pas të rregullores thot, kryetari i komunës propozon për me atë paraprak kuvendit të komunës pronën e paligjshme të komunës për dhënie në shfrytëzim. Prona e paligjshme të komunës është paragrafi 2 që nuk kanë vënë atë paraprak nga kuvendi i komunës nuk mund të jepën në shfrytëzim përmes ankonit publik. Pra, kryetari propozon miratimin e vendimit paraprak të dhënies shfrytëzim dhe kuvendi me atë sipas rregullore. Nuk e di pse tash duhet sa inovacion prapë në plan. Na ata që qëndronin në Komitet për Politikë e Financa, ju tham ju me korrigju se atje pa të mbrejtur. Nuk kishim çfarë korrigju. Jo ke mujt për shembull me thon propozim vendimi për paraprak për caktimin e lokacionit, që to paraprak. Nëse më metare pak ma tjorë. Kur po dom na vrejtje, ju po ngutini po çoni kështu edhe po krijohet konfuzitet. Se vërteti nuk mund e jep lokacionin po e di, cili lokacion, ku, deta poseduese, numër çka. Po e kryesuesi që po thot propozim vendimi për dhënien e pronës së paligjshme të komunës për afat shkurt, çka është paraprak. Paraprak nuk e di Po afat shkurt vjen një herë vjen në kuvend, vjen. Por no. As ka më në shkollë. Ti që mollë? Përshëndetje, kjo çështje është e rregulluar me ligjin për dhënien e shfrytëzimit të pronës dhe këmbimin e pronave të paligjshme. Në nenin 5 e përmeni shefin e përmeni ligjin, se rregulloret bazohen në ligj. Në nenin 7.3 është paraqit që kryetari i komunës i propozon kuvendit vendimi paraprak. Nëse në analizohet materiali në që keni marrë, te pika renditës është një tjetër titull, kurse në renditës është titulli i saj. Qëllimi ka qenë juaj që ta përcaktoni se cila pikë. Kjo do të me konë kështu, propozim vendim paraprak për dhënien e shfrytëzimit të pronës së komunës. Asgjë tjetër. Vetë me pas përgjërsu dhe natë, që në thama dite me përgjërsu, shpesoj që ka për kongresitet. A mund është në sërë, më dhe përshtu. Në komitet, Zotrigoshi ka vëllë vrejtje, ka thonë se pse nuk ka emna, kuna ka vojnë në shfrytëzim. Edhe na e bëllë sharimin që kjo nuk ka emna, sepse ka më tonë anë kam. Atër është propozuar me ndryshuar, si kur që shë ndryshu tash qëllim, me thonë caktim inovacionit. Caktim inovacionit edhe Zotja Agim Saliu tash e thatë që nuk mërët me konë caktim inovacionit, po është vendim paraprak të dhënies shfrytëzim. Pra po themi të kjo. Komo si që ka qenë në gabim teknik në randën e ditës të nuk e përpilujmë na, zhjua ligjore, për vendim është ta. Falënderit shumë. Do të thotë si pikë e rani ditës që tjetë propozim vendimi paraprak për dhënien e pronës së paligjshme të komunës shfrytëzim afat shkurt. Kështu. Atëherë, e saru këtë problem, dikush në falë të thjelja s'borsh
Feti Mendiu. Urlo, zoti prof. Faleminderit zoti kryesues. Përshëndetje për të gjithë pranisë. Ata që përcjellin punën, përshëndetje për gjithë. Për me shkurtu pak, vetëm teknika 3 që këtu nga nuk në shumë shërë. Unë të shëve ta theksoj. Perspektivi që ka marrë të ministrisë, që duhet të jetë dhënia e pronës, jo caktimi i pronës. Ka dallim, mund që caktosh, për mos t'ja japësh. Ta kam caktu, për ta shkop në dara palirë. Kurse me adhanë shumë ma qarë, të me që nuk do të pasë. Faleminderit, prof. Me që u sqarrua, a ka dikush? Hapim diskutimin, a ka dikush rreth kësaj çështje? Po shtern diskutimet, atëherë përgatitni për votim. Propozim vendimin para prapë për programin e pronës së palëshme. Votojmë, voto. Kanë votuar gjithë? Edhe 3 pas partijave që procesit votimit, do të thotë 5 abstenime. Me 27 vota për, 8 kundër, 4 abstenime, konstatoj 5 abstenime. Konstatoj se miratohet vendimi për dhënien e punës palëshme të komunës. Ju faleminderit. Kalojmë pikën e 4 të renditës, e që është shqyrtimi i raportit syrës auditorit përgjithshëm për vitin 2015. Ju lutem të dëgjoni. Atëherë po shkojmë si mas grupeve parlamentare, para se të shkojmë, ja kisha dhënë fjalën nëse jo, atëherë shkojmë fjallën e ka shefi grupi parlamentare këndosh. Nderuar pranishëm, nderuar i kryetar, më në fund e kemi përpara një dokument të rëndësishëm, siç është më në fund e kemi përpara një dokument të rëndësishëm, siç është raporti auditorit për vitin 2015 me një vit kalendarik vones në kuvend. Ju lutem të ndëgjomi. Edhe pse diskutimi i raportit auditorit në kuvend është obligim ligjor dhe ka një afat të limituar ligjor që ky dokument të shtrohet dhe të analizohet e të analizohet bashkërisht pavarësisht dallimeve partijake në mënyrë që performanca e qeverisjes në komunë të përmirësohet prej vitit në vit
kjo nuk ka ndodhur deri në ditën e sotme. Arsyet i dim të gjithë dhe nuk isha dëshiruar që të kthehem prapa dhe të vlerësoj se për çfarë arsye, cilat janë motivet apo shkaqet e caktuara që ka kaq shumë vonesë. Por një gjë duhet ta kuptojmë se pavarësisht kur do të jetë kryetari i Prishtinës, në të ardhmen obligimet ligjore duhet të përmbush. Opinioni i auditorit të përgjithshëm për qeverisjen 2015 të Komunës së Prishtinës nuk është vlerësim i performancës qeverisë, por është një prezantim i drejtë i pasyrave financiare. Prandaj auditori ka konstatuar opinionin e pa modifikuar me theksim të çështjes, sepse pasyrat financiare janë prezantuar në mënyrë shumë të drejtë. Përsa kjo në aspektin e analizës së brendshme, auditori përpos konstatimeve reale ka dhënë edhe disa vërejtje të tij ose rekomandime, si quhen ata me gjuhën profesionale. Disa nga të gjetrat e auditorit të përgjithshëm në raport janë këto. Përkundër rekomandimeve që i ka dhënë nga raporti vitit 2014 që ishin 20 ministrisht, ai në start ka konstatuar se prej tyre vetëm një rekomandim është marrë parasysh dhe është adresu 10 pjesërisht dhe 10 nuk janë adresu fare. Në vitin 2016 ka identifikuar 35 rekomandime, nëse nuk ka bëj. Ato kanë të bëjnë me procesin e regjistrimit dhe vlerësimit të pasurisë. Pastaj do të ekzistojnë papajtueshmëri me kërkesat në raportin sepse shpaljoset e pasyra vjetura financiare përbëjnë gabime dhe mangësi informatash lidhur me llogaritë e pagueshme dhe të arrestueshme. Procesi i vlerësimit dhe përgjegjësisë ndaj rekomandimeve të vitit paraprak nuk po adresohen ashtu siç kërkohet, dhe si pasojë përmirësimet janë të ngadalshme. Angazhimet e qeverisjes që kanë të bëjnë me llogaridhënie, menaxhimin e rrezikut dhe raportime tjera nuk janë adekuate. Auditori brendshëm nuk e ka kryer punën ashtu siç është e përcaktuar në ligj. Dhe ekzistojnë dobësi të mëdha në disa sisteme të rëndësishme financiare duke përfshirë të hyrat, prokurimin, shpenzimet, pa prokurim, pagat dhe subvencionet. Në këtë aspekt mund t'i veçojmë disa nga rekomandimet e caktuara. Unë do të përpiqem mos të ndalem në detaje sepse ju që të kemi pas materialin përpara, por vetëm për ta tërhequr vëmendjen në mënyrë që ishimet e mundshme në të ardhmen të merren parasysh dhe të përmirësohet qeverisja. Gjatë vitit 2015 është nga auditori është ngrit çështja e kontratave për shërbime të veçanta, prioritet i lartë. Ju e dini që në raport aty figuron që auditori ka konstatuar 276 zyrtar të punësuar, të angazhuar në kontratë në vepër, punësimet të cilat komunës i kanë sjellë shpenzime dykon 463.846 euro. Të më dhënë kontrata me shërbimet të veçanta, nuk dua ta specifikoj këtë, sepse auditori e ka specifikuar sipas angazhimeve të tyre. Këtë e ka vlerësuar si prioritet i lartë, prandaj duhet të shmangën, sepse siç e dini aty, këto kontrata janë vazhduar disa prej tyre dhe më shumë se 6 muaj, gjë që janë kundërshtim me ligjin adekuat. Çështja tjetër që ngrit auditori është inicimi i prokurimit për punë pa projekte, prioritet i lartë, kontratat e dyfishta të punë me prioritet i lartë, të specifikohen edhe projekte të cilat
janë bërë këto shkelje, nëse mund të themi ashtu, dhe disa prej tyre dhe në vitin 2016 kanë vazhduar, si që janë ndërtimi i rrugëve, për shembull, në Kubza, në shumë lagjet e Prishtines, pa projektim me paramosa dhe paralogari. Por kjo është një temë që në vazhdimësi do të diskutohet më vonë. Mos respektimi procedurave të prokurimit, përse një prioritet i lartë ka identifiku 5 raste. Mungesa e kontratave për mësimdhënës, prioriteti mesur, paregullësi në procedurat e përzgjedhjes së stafit në shëndetësi dhe arsim, ashtu prioriteti mesur. Largimi përdorëve nga puna pa një bazë të arsyeshme ligjore, 18 rastet në shërbimin civil, nëse punëtor shërbimi civil, cilat i kanë kushtuar pastaj komunës në një vlerë 37.427 euro, pasi që ata e kanë fituar kontestin në procedurën ankimore. Paregullësi në pagesat për subvencione, prioriteti lartë të subvencionet, do të ndalemi pak më shumë. Tu janë konstatuar disa shkelje të cilat me të vërtetë duhet të kërkohet një vëmendje e theksuar të armës, sepse nuk mund t'i marrin grupet e interesit ose individet mjetët nga subvencionimi i komunës dhe të mos japin llogari fare. Këtu shihet se nuk është për kujdes komuna që ata t'i shtrojnë kërkesat për përputhshmëri me rregullat për thithjen e subvencioneve, nuk janë mbikëqyrë në shpenzimin e tyre dhe në fund ata nuk kanë raportuar lidhur me mënyrën e shpenzimit të mjetëve. Domethënë nuk është përmbush ajo nevoja elementare për arsutimin e shpenzimit të mjetëve. Tu në mënyrë të veçantë duhet ta theksoj subvencionimi edhe i trafikut urban, i cili pastaj ka vazhduar në vitin 2016 dhe unë nuk isha dëshiruar që një sasi e madhe mjetësh të subvencionohet pa vendim të kuvendit. Nëse ka nevojë për kroat një ndërmarrje apo dikush të i kalon mjetët dhe vlerat të mëdha, do të ishte mirë që propozimet të sillen në kuvend dhe kuvendin mendoj që gjithmonë do të votojnë në mënyrë të arsyeshme për të mos i penguar procedurat zhvillimore dhe projektet të rëndësishme që kanë bërë me zhvillimin e komunës së Prishtinës. Si përfundim mund të themi se mangësitë e identifikuara me lart tregojnë se kontrollet në fushën e subvencionimit nuk janë efektive. Si rezultat i kësaj, pagesat nuk janë mjaft të dokumentuara dhe të bazuara në rregullore. Ekziston rreziku që dhënia mjetër për subvencione të mos ketë arritur vlerën për para dhe qëllimet e subvencionimit. Kjo është konstatimi i auditorit. Ka dhe të gjetura tjera të përgjithshme. Në raportin auditorit të përgjithshëm për komunën e Prishtinës për vitin 2015 është konstatuar se kryetari do të shqyrtojë raportin e auditimit në asamblen komunale. Do të thonë, kjo vonesë shqyrtimit e thashë në fillim, pa qëllim që ta përsërisë, është vënuar mjaft dhe unë mendoj që kjo ka të bëj edhe në bashkëpunimin mes kryetarit dhe kuvendit dhe do të ishte mirë që të tejkalohen këto raportet të dallueshme dhe të shtohet doza e bashkëpunimit për arsye se interesi është i përbashkët dhe asnjëri nivel nuk mund të funksionojë nëse bashkëpunimi nuk është në nivelin spaku ligjor. Dhe në këtë rast këtu ka shkelje ligjore, sepse bashkëpunimi nuk është bërë për me obligimet ligjore që kemi. Prishja ose mos funksionimi i drejtë dhe i mjaftueshëm mes ekzekutivit dhe kuvendit sjell tashmëquajtura kriza dhe jo funksionalitet në politikat zhvillimore. Dhe është në kundërshtim me ligjin për veçëvendësie lokale. Prandaj du të kemi parasysh të gjitha të raporte dhe duhet të tejkalohet të probleme dhe përgjegjësia në këtë rast bie mbi kryetarin se është njeriu i parë i komunës së Prishtinës dhe nuk mund të shihen njerëzit qoftë në asamble, qoftë jashtë kësaj si
element politik, por duhet shihen si qytetar të komunës së Prishtinës dhe bashkëpunimi mund të ndikojë që qytetarët të trajtohen në mënyrë të barabartë dhe komuna e Prishtinës të zhvillohet me intensitet dhe nivel të barabartë.